Sa i përket strategjisë së re, Groenlanda përcaktohet dhe përkufizohet si një në të njëjtin nivel të interesave jetike dhe me sigurinë kombëtare, pra është kritike për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, siç e ka thënë edhe presidenti amerikan vazhdimisht, teksa këmbgul për të marrë me çdo çmim dhe me çdo kusht Groenlandën. Përse në këto momente siguria në Arktik është kaq kyçe? Pse tani? Është çuditshëm, domethënë që Grenlanda a ekzistojnë vërtet kërcënime kaq serioze nga Kina dhe Rusia në Arktik? Po domethënë është pyetje shumë e mirë, edhe do prapë përgjigje pak më komplekse dhe më të gjatë. Unë do thosha kështu, domethënë që është një lloj teorie, domethënë që unë kam lexuar edhe kundër argumenta sa duash, domethënë që okay, si pasojë këtyre ndryshimeve klimatike, rrugët e navigimit të Arktikut janë bërë më feasible. Pra është më e lehtë që domosdoshmë si për Kinën, po kështu edhe për Rusinë të navigojnë në zonën e Arktikut dhe të arrijnë që të shkurtojnë rrugët e transportit detar. Kjo është një teori që domethënë që artikulohet, projektohet edhe rreth kësaj lindet kjo ideja tjetër pasaj që si pasojë e kësaj ne duhet të sigurohemi që interesat tona spreken. Pra mos ketë aty një lloj dominimi nga Rusia dhe Kina, por që Amerika të ketë vendin e saj aty edhe përkundazi, madje që të jetë një pozitë që ta dominojë le të themi navigimin në Arktik. Nga ana tjetër, një kundargument është që vërtet kanë grë globale, vërtet her pas here gjatë verës në navigimi bëhet edhe më i lirshëm apo më feasible teorikisht, po kjo është në teori, në praktik, ende Arktiku është i vështirë për mos tani pamundur, së mos për pjesën timrit, që të navigohet. Një që është një distancë shumë e madhe, nëse shikojmë në hartë, është gjithë Rusia që duhet të përshkruhet. Nga tjetër, është ngrin çdo gjë. Pra, ideja që tani çuditshëm Arktiku bëj i navigueshëm edhe s'qëndron shumë. Kështu që kjo e bën çik të çuditshëm këtë idenë që që pse pikërisht tani shikohet Grenlanda si vendi ose si objekti që duhet dominuar në një mënyrë ose tjetër. Kështu po që ato idet le themi klasike që janë hedhur deri tani janë dy, një është kjo pjesa e navigimit dhe si pasojë dominimi i zonës, dy pastaj është që domethënë prapë nga teoria e luftës bërthamore është që mbi veriun ose mbi polin e veriut ose mbi Arktikun do fluturojnë raketat në rast lufte që mund të godasë Shtetet e Bashkuara. Dhe aty është ideja që sa më afër vendit ku raketat arrin pikën të jesh aq më në pozitë të favorshme jep për të neutralizuar ato. Andaj kërkon zoti Trump edhe ndërtimin e një kupole të artë të sistemit të mbrojtjes ajrore. Eksakt. Nga ana tjetër, domethënë Amerika do që nga lufta e dy botërore, përfshi luftën e dy botërore, dhe pas ka patur një akses pak a shumë të madh në Grenland. Domethënë ata kanë mundësinë me marrëveshjet ekzistuese, domethënë që të vendosin aty çdo gjë që duan. Po prandaj lind pyetja, nuk i mjafton Amerikës ky lloj aksesi? Ku ka pasur gjithmonë qasje për të ndërtuar sa baza ushtarake të ketë dashur, përse kërkon ta marrë pronësinë? Kjo është një pyetje që s'ka një përgjigje le të themi të qartë apo edhe bindse. Për shembull, nëse do shikojmë që çfarë është thënë këto kohë të fundit, artikulimi ka qenë që është ndryshe kur një gjë e kemi qira, dhe ndryshe kur një gjë e zotron në pronësi. Me idenë që kur kemi qira, vërtet ti aty mund të bësh shumë investime, se ke kufizime ndryshme, ndërsa kur ke në pronësi, vërtet ti e zotron atë gjë dhe e ka thënë dhe vetë presidenti amerikan gjatë qëllimit të tij në Davos, nuk është njësoj si ta kesh tënden edhe të investosh. Po kjo është, domethënë se ka argumente të tjerë që çfarë pengon, domethënë le të themi Amerikën ose administratën e re. Tani që të shfrytëzojë deri në maksimum këtë marrëveshje dhe nëse këtë marrëveshje nuk dalin, çohet domethënë që çfarë gjëje tjetër do të vënë. Domethënë kjo pjesë mungon. Pastaj domethënë si argumenti i tretë është dhënë edhe kjo ideja që Grenlanda ka rezerva minerale të rralla, gjë që i duhen botës si pasojë të elektrifikimit, edhe kjo e bën interesante për investime apo për gërmime aty. Po që prapë është me pikpyetje se thua në këtë kushte kur Amerika ka një marrëveshje me Danimarkën për Grenlandën aty, mas mjafton kjo marrëveshje edhe për të bërë investime në industri minerale apo jo. Kështu që këto janë gjitha pyetje që ndam që është zor që të japësh një përgjigje pak të bazuar në këto deklaratat publike.